E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit. Luiz Zeli, kur ishte pjesë e shtëpisë së Big Brotherit, mbaj mend ka biseduar me Artanin edhe i është lutur Artanit, teksa ishin gjasë me një banor i vetëm, që të jetë i sinqert, të tregohet i vërtet dhe të tregon emocionet edhe ndjenjat e sinqerta. Në fakt të gjithu befasuam se pse Luizi ja thot këtë gjë. Por qëllimi i Luizit, si gjithmonë që ka qëllimin të mirë, të drejtë, paqësor, ishte që ta ndihmonte Artanin në të gjitha format që Artani të nxjerrë njeriun e tij, por edhe të tregoj hallet e jetës, vështirësitë e jetës që vetëm një njeri si Artani i ka kaluar. Në momentin e bisedës Artani tregoi vetëm një pjesë që ka shkrirë pasurinë e tij, për të shpëtuar bashkëshorten që e donte pafund, por nuk i tregoi hallet e tij, nuk e tregoi zemrën e tij. Natën e sotme do të jetë nata që do të përlot të gjithë popullin shqiptar. Do të jetë nata që do të përlot të gjithë banorët. Do të jetë nata që në zemër të Artanit do të lë gjurmë, do të lë shenjë, por do të ketë edhe një sqarim. Në dhomën e rrëfimit, Artani teksa po rrëfente jetën e tij, për takimin me vllaun e tij tha që nuk e di. Nuk e di përse nuk do që të takohet me mua. Dhe normalisht të gjithë ngritën pikpyetjen se çfarë po ndodh me fatin e këtyre njerëzve. Vazhdoi të mendon dhe vetëm të mendon. Dhe siç duket, ky rrëfim kaq i ndjerë e ka prekur kaq shumë këtë produksion. E ka ndjerë në shpirt kaq shumë ky produksion që duhet me patjetër që t'i ndihmohet Tanit. Dhe sonte, për herë të parë, pas gjitha ato vitesh, mbi 20 vite që nuk janë takuar dy vëllezër, sonte do të takohen për herë të parë brenda kësaj shtëpie. Por si do të ndodhë? Me patjetër që produksioni do të kujdeset për të gjitha gjërat. Do me thënë, ambulanca qëndron jashtë, sepse normalisht mund të ketë të rënurit të fikët, Artani është shumë emocional, do me thënë mund të përjeton shumë keq këtë gjë, sepse takon vllaun e tij, gjë që edhe nëna Artanit nuk e ka takuar të birin. Sonte do të ketë një sqarim shumë të madh, por jam i bindur që në krah të Artanit do të jetë edhe familja. Faleminderit produksioni Big Brother që po na fal emocione të këtilla dhe që po na tregon se sa e shenjtë është familja, çfarë vlere ka familja dhe çfarë dashurie ka familja. Tani sonte do të jetë kryefjala e Big Brotherit dhe do të jetë domethënia më e bukur që gjaku kur ujë nuk bëhet. Domethënë, ajo që Luizi ja kërkoi, të qenurit të sinqert në jetë, thjesht e ndihmoi Tani jashtëzakonisht shumë.